Me rastin e festës së Krishtlindjeve, kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, deputeti i Qarkut-Korçës Bledi Çomo dhe kryetari i Partisë Socialiste Pogradec Erion Thëngjilli zhvilluan vizita urimi në 2 kishat ortodokse të Pogradecit. Gjatë këtyre vizitave, përfaqësuesit vendor përsollën urimet e tyre më të përzemërta për besimtarët e krishterë, duke uruar paqe, shëndet, mirësi, harmoni në çdo familje. Ata theksuan rëndësinë e kësaj feste të shenjtë si një moment reflektimi, bashkimi e solidariteti mes njerëzve. Në fjalën e tyre, drejtuesit lokal vlerësuan kontributin e komunitetit të krishterë në jetën shoqërore e kulturore të qytetit, duke nënvizuar se Pogradeci ka qenë mbetet një shembull i bashkëjetesës fetare dhe respektit të ndërsjellët. Gëzuar për shumë vjet Krishtlindje të paqta, të bekime, me shëndet dhe mbarësi për të gjithë familjes shqiptare. Le të jetë kjo një ditë ku çdo kush të festojë me sa më shumë dashuri dhe harmoni me të dashuritë e zemrës. Gëzuar për shumë vjet. Vizitat u pritën me ngrohtësi nga përfaqësuesit e kishave dhe vetë besimtarët, të cilët shprehen mirënjohjen për vëmendjen dhe urimet e përcjella në këtë festë të shenjtë.